Dje rreth orës 13 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Gostivar privuan nga liria 27 vjeçarin SK nga Gostivari, duke vepruar në bazë të një njoftimi të mëparshëm se për shkak të keqkuptimeve të ndërsjella, ai e ka sulmuar fizikisht 34 vjeçarin JS po ashtu nga Gostivari. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë kallëzim përkatës. Dje rreth orës 17:35 në rrugën Pitarnica në Gostivar, një skuter elektrik i drejtuar nga një imitur nga Gostivari është përplasur me një automjet pasagjerësh të parkuar Renault me targa slovene. Imituri ka pësuar lëndime të rënda në aksident, të cilat u konfirmuan edhe nga Spitali i Përgjithshëm i Gostivarit. Inspektim është kryer edhe nga një ekip i SPB Gostivar. Dje rreth orës 12:30, sektori për punë të brendshme Tetov ka marrë njoftim se pas shkollës fillore në fshatin Jançisht, rajoni Tetovës, një person me një kamion Mercedes me targa të Tetovës ka hedhur mbeturina ndërtimore dhe kështu ka ndotur mjedisin. Zyrtarët policor të SPB Jegunovc po punojnë për zbardhjen e rastit. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar trafiku i automjeteve dhe shoferëve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 29 shofer, 18 nga Tetova dhe 15 nga Gostivari për parkim të gabuar, nga të cilët 23 prej tyre, 16 nga Tetova dhe 7 nga Gostivari janë tërhequr me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 56 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore, 33 në Tetov dhe 23 në Gostivar.